informacion të dha dikush ndër vite ndonjë informacion? Faktikisht ju nuk më dha informacion, sepse përveç nënës biologjike, askush nuk e din se kush është babai. Nuk figuron në asnjë dokument se kush është babai biologjik, edhe pse në momentin që kam kërku nënën biologjike, ka qenë e njëjta dëshirë edhe për babai, normalisht, po megjithatë ende nuk më ka ardhur mundësia që me njoh kush është. Kjo është. Kur ishte ky momenti që ti kuptove të vërtetën edhe prindrit e tu adoptues, në këtë rast nëna adoptuese, pati atë barën që të ulej me ty si dy shoqe edhe të tregonte gjithçka rreth teje? Faktikisht, kur e kam kuptu, kam qenë 14 vjeqare, megjithatë edhe pak ma herët i kam pasur disa nga dyshimet e mia, megjithatë asnjëa nuk ja kam shpreh. Çfarë dyshime është më thuaj, kam kurreshtje? Për shkak se kur isha në shkollë e kuptova që biologjikisht nuk mundë me pas nënë biologjike, për shkak moshës kur më ka adoptu. Megjithatë asnjëherë nuk ja kam thënë nëni kam ca dyshime, sepse ato dyshime shuheshin në momentin që ajo nuk isha një mungesë dashurie ose për kujdesi familjar. Nuk e kisha vrejtur kurrë. Më thonë qaq dashuri sinqert dhe të madhe që më ka dhuru, sa që nuk e kam vrejt asnjëherë. Dhe po thoje që ishe 14 vjeqe, kur fillove me këto dyshime dhe më pas i bëre një pyetje, ta theme kështu. Po, isha duke i kërku disa dokumentacione që më duheshin për procedurë për regjistrim në shkollën e mesme. Dhe rastësisht haca në dokumentin e adoptimit, e lexova 2-3 herë se as nuk i besojsha syve, tash mos pe keq kuptoj, mos është diçka tjetër, megjithatë e po, është vetëm emrin e nënës biologjike, nuk ishte emër të babait asgjë tjetër, edhe i mlodha forcat e mia se nuk ka qenë as e lehtë as për mua në ato momente që me perceptua atë realitet. Faktikisht isha shumë konfuze. Më duke që kisha jetu një realitet tjetër. Disi më duke jo reale. Por e kam pranu, çfarë do që ka qenë e vërteta, e kam pranu. Pse jo? Është gjë normale, mundet mi ndodhë gjithë së cilet, ka qenë bekim për mu me qenë në atë familje, dhe në atë moment, unë thash qetësohem vetë, jam mirë, edhe mami është duke i bërë punë të shtëpisë, si gjitha nanat, edhe i thash, a ka mundësi pak me bisedu, edhe pse ajo faktikisht ja kish marrë mendja që unë muna me has në dokument, edhe ulla me të, edhe i thash, a ka mundësi që më tregu çka ka ndodhë me prindrit e mi biologjik, pse me kam braktis, a ki informacion. Ajo faktikisht u emocionu tepër, mas parin për qafaj. Ta zona ti e kuptove të vërtetën, po mos harro që ne duam shumë, asnjëherë, do me thonë, dashuria nuk është vetëm gjako, është ajo shpirtërorja. Edhe asnjëherë nuk të kam di që nuk të kam vajzë biologjike, sepse qëllimi im ka qenë ti e vajza me zamrës. Dhe nuk ishtë një përgjigje për pyetjen që ja shtrova. Tha nuk e di, sepse nuk na kanë jep informacione. Ti është e dinte që procedura ka përfundu në Skënderaj. Ka qenë tëra. Dhe ani pse në një moshë, kur ti ishe një adoleshente që mund ta kishte përcith këtë informacion në forma të ndryshme në fakt edhe mund të arsyetuhej gati çdo lloj reagimi i yti, ti kur nuk reshte së thiruri nën atë edhe duke jap ato përqafimet më të ngrohta ashtu siç edhe je rrit. Njëjti nuk i ka kursy as ajo ndaj teje, as përqafimet e as fjalët. Bile kur jam të fjalët, publikisht, ka dashur t'i nis disa fjalë, sepse kam përshtypjen që kam mësuar shumë nga ti në mënyra se si shkruan, edhe nëse më lejon, unë kam një letër nga jo, që dua ti të ma lexosh në publik, nëse nuk e ke problem, të lutem. Kjo ishte surprizë. E pra, u munduam edhe ne, po është e bukur, është nga këto të bukrat. Faleminderit, Alfreda. Po them, kishte marrë nga ti, sepse kur e pash letrën, kishte një talent edhe ajo. Ma lexo, të lutem. Qika jam e vogël, sa shpejt u rrite e u bëre vajzë e madhe e mbar. Nga momenti kur unë dhe babajit vendosëm me të marrë, më duk si kur bota ime u bë me e plot. Neve Zoti nuk na fali fëmi, por ti na e plotësove ëndrën më të madhe. Kur erdhnim të shihnim për herë të parë, si hyri babaj yt mbrenda, ti si kur e ndjeje, ja kape dorën e vogël me gjithë butësinë e shpirtit tënd. Çfarë engjulli i vogël e i pafajshëm që ishe moj zana jam. Që nga ajo ditë,
ti u bëre i laqi shpirtit ton e lumturia jone e përditshme. Sa të shikonim duke u rritur, zemra na bëhe i mal. Por jeta nuk na lejoj që kjo lumturi të zgjashte shumë. Ti e dish se shumë babajnë tënd, dhe kur mësove që ai kishte kancer, zemra mu bët copë e therrime. E dija se e lidhur ishe me të dhe me dojt i mbledhja të gjitha forcat që mos t'ju lendoja juve të dëve. U mundova me bot zemrën gur, po kur ai iko, bota mu shem. Por ti shë arsyeja pse unë do të vazhdoja. Mos harro kur qika jam, kudo që t'jesh, ti jenë zemrën dhe mendjen time. Mbaje kokën lartë gjithmonë, të dua pa fund. Wow. Faktikisht kjo qenë ka befasi shumë e bukur, edhe shumë emocionale. Unë jam e përmbushur vetëm emrin e saj kur e dëgjoj, që jam shumë e fat që Zoti ma ka dhëru një nanë tillë. Jam falimderuese në çdo moment. E shese dhe nuk shkruan veç ti, a? E vërtet, Ka që bukur. ma shumë talent në na ime se unë, wow. Dua ta falenderoj shumë për bashkëpunimin edhe që ishte e gatshme t'i dërgonte publikisht këto fjalë, sepse sigurisht ndjeu nevojën që ti duhet i dëgjosh këto edhe në prezencë të kamerave. Faktikisht nëna ime gjithmonë është krenare me mu, po thjesht nuk e shpreh tek unë. Po të tjerët i bëhet zemra mal kur dëgjon fjalë pozitive për vajzën e saj. Edhe ky ka qenë synimi im i vetëm, që me bën anën krenare. Dhe sot ajo t'i tha publikisht dhe jam e bindur që ajo është krenare më shumë se asnjëherë tjetër me vajzën që ka rritur. Shpresoj shumë dhe shpresoj që gjitha arritjet doja dedikoj asaj dhe babaj tim të ndjerë tashmë 13 vite, e cili mungon çdo ditë më shumë. Unë mendoj ajo shpreha që thonë koha shëron plagët, faktikisht nuk i shëron, po thjesht i lanë pak në harres, megjithatë ato nuk kalojnë kurrë. Është e vështirë, sidomos me babajnë, dikë që të kishte kap dorën për herë të parë, ashtu si që e sfjegoj edhe nëna përmes fjalëve të saj. Gjatë gjithë këtyre viteve, Zana, sigurisht rritur në një shoqëri si kjo e jona, mund t'jesh gjendur edhe përmes duarve të forta që të kanë përkra edhe të kanë ngrej lart në momente kur nuk je ndje mirë, po si që dim, është fare lehtë e mundur që t'jesh gjendur edhe në situata të palakmueshme. Je ndjerë ndonjëherë e lënduar ose jo e mirëpritur, jo e pranuar nga shoqëria jonë? Faktikisht ka raste që ndodhin ato, unë duke qenë me vendbanim në Mitrovic, unë mendoj që shoqëria ndonjëherë nuk t'i pranon disa gjana, megjithatë nuk ka ndonjë rast specifik që mund me cek, sepse unë marr shumë mendime për të tjerëve, megjithatë kur vjen puna që me marr një vendim serioz, e mendoj vetë, nëse është mirë për mua apo jo, megjithatë e marr opinionin edhe tjerëve. Faktikisht, kur desha me hy në aktrem, në fushën e artit, ishin ato paragjykime që arti nuk është aq i çmuar, po them, në Kosovë, nuk paguhet shumë, po megjithatë, jo gjithçka është tek pagesa, është si ndihesh ti në punën që e bën. Vërtet. Faktikisht, një rast që mundem me cek është në shkollën e mesme, ishtë periudha që vetëm sa e kuptova që jam e adoptuar dhe kisha një shoqe shumë të afërt, edhe unë i tregoja asaj, edhe për ato ishte një lloj befasie se nuk dike në atë moment se si me reagu, se janë disa raste që nuk mundesh s'ke çfarë përgjigje me i ofru tjetrit. Megjithatë, ka raste që edhe jam bullizuar, për shkak se në atë kohë nuk është që kushtet ekonomike i kanë pas aq të lakmueshme. Megjithatë, edhe pse kanë pas përkrahjen ekonomike prej familjarëve, rreshtas, ka ndodhur që ndonjë aktivitet ose ndonjë nej ose diçka që është organizu, nuk kam shku, edhe në atë formë kanë filluar ato kritikat e adoleshencës që janë. Po ato cilat kanë bërë ty kanë përshtypjen shumë më të fortë edhe të jesh nga ato 18 vjeçaret më të pjekura se sa mosha që e kanë. Dhe për këtë po më vjen shumë mirë kur po të shoh këtu përballë meje, tepër të pjekur, të mençur, një vajzë inteligjente që e ka shumë të qartë çka don nga jeta. Të bëj edhe një pyetje se jam nga fundi dhe sigurisht ajo historia të mos mbetet në gjysmë që të jemi edhe me publikun korrekt, si do qoftë është vendimi yt nëse do ta flasësh apo jo, gjithmonë është kjo.
me qenë se ka që informacion kishe për nënën biologjike, vetëm emrin, ti më the që ke tentuar edhe ta gjesh, të kuptosh më tepër për të. Ke arritur ta gjesh? Faktikisht kam arritur disa familjarë të saj. Unë i kam kërku, dhe më thonë, takimi parë me qenë me nënën biologjike, por nuk është mundësu. Ka vite që jam duke kërku me dalë në takimet të, por ka arsyetime ndryshme që ajo ende nuk ka pranu që me dalë me UPA, me dalë për balë. I kam disa mendime, po me gjithat pa qenë sigur, nuk jam një person që kam dëshirë me paragjiku. Me gjithat ajo tash ka kriju një familje tjetër, ka vajza, djem, e ka edhe bashkëshorten, po në gjithmonë im ka në hapë, në momentin që ajo kërkan, në qëfar formet kërkan, unë me qenë atë për ta, me përkra në qëfar do formet që mu japet mundësia. Dhe që me ndonë që është ajo frika që e ndalon një nën të mos takoj fëmijën, edhe pas kaq vitesh? Ajo që mendoj është për shkakun se friksohet se mos pe paragjykoj, mos pe kritikoj në ndonjë formë, edhe pse unë edhe publikisht, edhe në emisione tjera kam thënë që me paragjyku nuk jam këto, unë e thjesht jam me përkra edhe me kuptu të vërtetën, se është koha që e vërteta me dalë për balë. Jo mu përlëngu në forma ndryshme, tash e 3 vite pimbushëm këtë kohë që kam fillu me kërku, dhe më thonë ka ndryshu formati gjithmonë të vërtetës, edhe normalisht që kam dëshirë me ditë për babajnë biologjik. Kjo është të tëra. Ke parë nga ajo se si duket? Po, e kam parë. Qa i ke marë? Ku i ke ngja? Faktikisht e kam për ngja nanës biologjike. Në kohën kur e pash për herë parë foton e saj, sa delja për balë pasqyrës, mu duke që pesha edhe ata. Vetëm një verzion tjetër të saj, me gjithat këto mundet me indosë se cilës femër. Nuk paragjykoj në një asnjë formë, për shkak se femër jam edhon, mundet me ndodhë, ka qenë nën mosh, ka qenë e mitur, tash. Edhe jemi në një rreth shumë paragjykues, ajo mendimi që ndoshta nuk ka ndash familja e saj që me pranu mu, edhe kjo ka qenë tëra. Unë uroj shumë që nëna jote biologjike të marri pak nga kjo forca jote dhe uroj t'ja kesh transmetuar nëse ka qenë duke na pa prej momentit parë të këtij bashkëbisedimi tonin dhe ta ketë marrë pak atë forcën tënde dhe të bëhet zemërgur, sepse për dashuri nuk e diskutoj, nuk mendoj që ka nën që nuk do fëmijën e vetë, në base janë shumë rrethana dhe gjëra tjera, ashtu si që the edhe ti, që mund të çojnë në një vendim të caktuar, paçka se dikujt mund t'i duket i arsyeshëm, dikujt asesi. Gjithsesi, unë të falenderoj shumë ty për gjithë këtë ngrohtësi që na dhurove, besimin për të ndoa këtë histori kaq personale po ashtu, dhe uroj shumë që deri në fund vitit, ashtu siç bëjmë këto dëshirat për babadimrin, të plotësohen gjithë ëndrat tua, juve këtë vit po përjet. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi, ishte një ëndër imja që t'jem këtu, kështu që më realizoi dhe një ëndër dhe një dëshirë. Hiqe aty te lista. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ju dhe ndava historinë time në mënyrë më të sinqertë, shpresoj që kam përçu pozitivitet edhe kam një mesazh për fund për secilin fëmijë që gjendet në situatën e njëjtë. Secili fëmijë është i veçantë në formën e tij. Gjithmonë ka një histori mrapa, është një arsye që të braktisë.